Nëse keni këto shenja, bëni kujdes, zemra juaj nuk është mirë. Studimet tregojnë se vetëm në SBA humbasin jetën çdo vit 610.000 njerëz për shkak të problemeve me zemrën. Një pjesë e konsiderueshme e tyre rezultojnë nëse nuk i kanë kushtuar rëndësi shenjave problematike, duke lënë sëmundjen të avancojë. Në këtë video do të tregojmë disa shenja që lidhen drejt për së drejti me shëndetin e zemrës, sipas Elti Saj. Në përgjithësi, meshkujt ndjejnë dhimbje në krahun e majt, ndërsa femrat të dy krahët. Disa gra shprehen se përpara atakut në zemër kanë një dhimbje të tmerrshme edhe në bryla. Përpos të tjerave, kolla është e lidhur edhe me sëmundjet kardiovaskulare. Mundet edhe kështu të keni probleme të frymëmarrjes si kollitje me gjak. Mund të keni entje të këmbëve, të kyçeve dhe të gjunjëve, përzierje dhe mungesë oreksi, stres dhe ankth i pashpjegueshëm, acarime të lëkurës ose shenja të papritura. Nëse keni këto shenja, shkoni menjëherë tek mjeku.